ju nuk i na orë me qefën këtë gjendje, po i na konë të imponu, na ka imponu, detyrimisht i na konë me bo. Trafiku urban, si kompani publiko-private, menaxhohet prej komunës, kemi një kontraktuale me komunën, që paguhemi për kilometrën për shërbimet që i bojmë, në momentet caktuar në fund, ka rritë shuma e borgjit total për fornitorin për naftë, 1 milion euro. Na është ndërprej kontrata, dhe me thonë, na është ndërgu që të ndërpritet furnizimi me naftë, dhe u detyruam edhe pagat e punëtorës që kishim e marrë, edhe thyra tjera që kishim bërë në operatorë tjerë, edhe detyrimisht e bëm ndërprimin e punës për trafikun urban. Prej ditës sa kur kam ndërprej punën, bashkë kem dalë të objekti komunës, kem shku me ka dalë edhe kryetari komunës, në u ka bashkangjitë kryetari, kem kërkua na, për me në u bashkangjitë, me në të regu adresën se kryetari komunës deklaroi se s'ka të hodha për ta shly borxhin, e dinte se borxh, por nuk ishte të hodha për ta shly gjaja se është bloku, jo gjaja se po ju kishë bloku gjerlogaria apo para tyrse të komunës në ministri. Dërguam me kryetarin, kërkum takim të ministri, nuk na pranojve shoqatat sindikale pa zyrtarët e komunës. Shkum 1 orë 20 minuta, kontaktu me ministrin, ministri na informoi për situatën se si rrjedh. Neve ishmi as anej, as knej. Nuk ka nevojë për kurkush me komentu ndryshe, vetëm hall, pse kishim hall për punëtorët dhe për qytetarët me kërku zgjidhje. Ministri na premtoi edhe na udhëzoi që me konë, kryetari e ka obligim me shpall me thirrje një mbledhje të jashtëzakonshme, gjë që ndodhi për anës kryetarit Prishtinës, e thirrje mbledhjen e jashtëzakonshme për ditën e hajte, edhe gjitha grupet që ishin në asambleje prezident, kanë e morën guximin me votu, edhe u zotun se do ta votojnë, të njëjtën për bartjen e mjeteve për tyrat vetanake për vitin 2024, në vitin 2025, që arrinte shuma 28 milion. E kanë marrë vendimin sa po kishim sot informata, që komuna e ka dërgu ministri, edhe u kështë edhe ministri se do ta bëjt një gjatë tillë sa po ta merë vendimin dorë, ta që presim me shpresë se do bëhet. Në momentin që alokohen parat prej ministrisë në komunë, për këto tyrat vetanake që është marrë ai vendim për 28 milion, edhe komuna do t'i alokon parë tek ne. Në moment që i marrim na parë, të alokojnë gjë llogariton për të shlyr borxhin ndaj fornitorëve tonë që i kem na, e pikërisht për naftë, në furnizim me naftë, na do të fillojmë punën më njëherë për qytetarët. Dhe zoti Bethy që ka pas një beteje, e dëgjova shpjegimin e përfaqësuesve të trafikut urban mirë, po dua t'ju pyes çka është kjo beteje mes nivelit qendror dhe nivelit lokal? A ka mund të thjeshtësohet pra kjo procedurë që mos ketë një javë pa transport publik, po futemi në javën e dytë, dhe në fund doli që këtë puna pas ka mujt me u kry për një mbledhje kuvendit komunale aty me qudurt edhe me u rregullu situata? Po fillimisht mendoj që është shumë e rëndësishme të ritheksohet që jemi në një valë të krizave të njëpasnjëshme, sa i përket problemeve buxhetore në Republikën e Kosovës, apo të financa. Na e dim para disa ditë ndërprej greva protesta punëtorëve të radio-televizionit publik të Kosovës, ku për disa kohë ata nuk u shpërblyen me pagat e tyre për shkak krizës financiare që kishte ky institucion, pikërisht për shkak të kësaj papërgjegjësisë institucionale për t'i kryer detyrat e veta secili institucion, si ai